Mirdita të gjithëve. Lajm epokal. Më në fund Donald Trump I kërkon zyrtarisht Pentagonit për sa I përket fajleve UFO ose alienve, nëse ekzistojnë apo jo. E ka bërë të ditur nëpërmjet rrjeteve sociale që dokumentin që ka nënshkruar për t'i kërkuar zyrtarisht Pentagonit informacione të sakta. Pra, nga tani e tutje, ky është një lajm vërtet madhështor dhe do t'ju them se përse. Dëgjojeni me kujdes. Bile kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, bëjini like faqes dhe videos që të shihemi sërish dhe pres një komentin tuaj se çfarë mendimi keni. Unë do t'ju them se çfarë mendimi kam unë në fund, por do dëshiroja ju çfarë mendoni. Sepse shumë prej njerëzve I mendojnë këto si për rradha. Unë do t'ju them tani të vërtetën e UFO-ve. Me aq sa unë njoh pa diskutim, sepse mund të gaboj dhe unë, apo jo. Atëre, Donald Trump, ta dini mirë këtë, që para se të bëj president ishte I apasionuar në UFO. Por ai kur u bë president tha një fjalë të madhe që disave u shpëtoi. Unë do luftoj drejt për drejt dhe ball për ball Deep State. Çfarë është Deep State? E keni menduar apo jo? Po sikur një lobby fuqishëm që qeveris botën, që nuk është në qeveri, por qeveris botën, tjetë I fshekt, po sikur një lobby fuqishëm I fshekt të ketë lidhje me entitete të tjera. Ju e besoni? Pse pikërisht disa lobe të fuqishme thuhet që u përgjërohen ose u luten demonëve? Për çfarë arsye? Kush janë këta demon dhe pse do t'ju luten këtyre demonëve? Tjetra që duhet theksuar, në qoftë se dikush nga ju mendon që këto janë vetëm teori budallëqe, të mbani mend që nga kohrat e lashta vazhdohet ende sot që të flitet për alienët. Disa ne I kemi ndryshuar këto sepse aty nga vitet 60 u ndryshua emri dhe u bë alien. E bën pak kështu që t'ishte pak antike në theks, sepse vjen nga greqishtja e lashtë, që do thot alos ose diçka tjetër. Por ai diçka tjetri mund të ndodhet këtu mes nesh, ne nuk mund ta perceptojmë dot, sepse aq është perceptimi ynë. Tani ju pyeta se çfarë mendimi keni ju? Çfarë mendoni ju? Mundet që të ketë vërtet atje disa specie të tjera që mund edhe të qeverisin disa qeveritar ose disa lobe të fuqishme që ndodhen në këtë planet? Do t'ju them diçka. Aty nga viti 1700 u tha zyrtarisht që njeriu duhet të kontrollohet. Dhe që atëherë filluan projektet për kontrollimin e njerëzimit, sepse deri në atë kohë ishte le të themi që të gjithë jetonin në një varfëri totale. Dhe me rritjen e teknologjisë, me rritjen e mirëqenies së njeriut dhe me ardhjen e paras, që të dini që paraja në Shqipëri për shembull u fut shumë vonë. Në Shqipëri u fut aty nga vitet pas viteve 1900 paraja. Por paraja është tepër e rëndësishme sepse me anë të paras ti dominon. Dhe tregohet që pikërisht këta demonët ose këto qenjet u dhan njerëzve, atyre të lobeve, u dhan informacione se si të krijonin paran dhe se si të dominonin. Dhe sipas gjasave, ata dominojnë. Tani është vërtet kurioze sepse shumë njerëz e kanë bërë kaq bukur, e kontrollojnë kaq mirë sa që për shumë njerëz duken si pallavra. Në fakt, nëse ti flet për alien apo për demon, demonët thonë që ekzistojnë. Njerëzit, dëgjoni pak me kujdes, sepse shumë delikate. Pra, për njerëzit, demonët ekzistojnë, por alienët jo. Po a e dini se janë e njëjta gjë? Po ja u thot Nadir Mura. Dhe unë nuk shprehem kot më kot. Thash, unë do t'ju them të vërtetën me aq sa di unë. Unë këtë të vërtet di. Di që demonët apo alienët janë të njëjtë. Veçse janë me forma të pafundme. Me një fjalë, ne na duket sikur mund t'jenë dhe një, sepse unë nuk di në qoftë se është pra një specie, apo janë shumë specie dhe shfaqen gjëja sikur janë shumë. Këtë nuk e di. Nuk e di sepse ata në qoftë se janë më të zgjuar, jo në qoftë se ata janë më të zgjuar se njeriu, ata mund të shfaqen si të duan dhe mund të bëjnë çfarë të duan me mendjen e njeriut. Dhe ne nuk do ta kuptojmë. Mund të jetë edhe vetëm një. Po, e dëgjuat mirë. Për mendimin tim, mund të jetë edhe vetëm një që dominon të gjithë kotecin e pulave. Dhe ne nuk do ta kuptojmë, sepse ai mund të shfaqet në forma të tjera, mund të shfaqet si perëndi, si zot, si demon, si alien, si të dojë ai. Pra, ne nuk e dim, por që ka një formë tjetër jete që ne nuk e kuptojmë,
këta as nuk e luan topi. Tani, pse ky, nëse është një, apo pse këto, nëse janë shumë, kanë idhull, ose më mirë, kanë disa shërbëtor të këtyre që janë këto lobet, këtë unë nuk e di. Nuk e di sepse thuhet që janë shërbëtorët e tyre sepse i cilësojnë ai ose ata, pra këta demonët ose këto qenit, i cilësojnë si hibridët e tyre, sepse kanë bërë një pakt që prej kohërave të lashta, në fakt pikërisht ata dominojnë. Kontrolloni mirë, edhe paran, edhe qeverisjen, çdo gjë në mbar botën e kontrollojnë pikërisht ata, pra një grup njerëzish. Dhe mendohet që pikërisht këta janë, përveç se kanë bërë një, si quhet, një pakt me këto qenje, kanë edhe një kod. Një kod që është vetëm kodi i tyre, nuk mund të futesh dot në atë kod. Janë kode se si të qeverisësh, janë kode se si të lëvrosh parat, janë kode, shiko, informoni, o njerëz, informoni se kush dominon, informoni se ku janë parat, kush i ka parat. Po të informoni se kush janë parat, aty do kuptoni se kush dominon. Nuk janë ata që shihen aty, por aty do kuptoni, me fjalë do gjeni rrugën se ku të çon ajo rrugë. Në vitin 1990, një gjë e tillë, dikush publikoi disa video që tregonte, bile edhe para vitit 90, Xejken, që është ajo një dokumentar, dhe më vonë u shfaqen dhe disa video të tjera që tregojnë disa tipa që nuk dalin fare, por që kanë një potencë e një fuqi marramense. Dhe çudia është që këta, sapo i shfaqen këto dokumentar, jo u bllokuan, po u bën në mënyrë që të ishin, të i tregonin sikur të ishin budallëqe. Dhe njerëzit nga frynera shkojnë. Tani, nuk është se disa mendojnë ndryshe dhe ne duhet i cilësojmë që janë të paditur. Jo, nuk është kjo arsyeja. Por ju shkëputuni pak nga jeta e përditshme, shkëputuni nga çdo gjë dhe shikoni nga larg çfarë mendimi keni ju për botën që ju rrethon. Ne nuk njohim, sepse nuk njohim pothuaj asgjë, ne njohim dhe prekim atë çka është programuar në shqisat tona. Shqisat tona perceptojnë këtë botë që ne jetojmë dhe kaq. Por ne nuk mund të shkojmë te kësaj bote, sepse nuk kemi shqisat. Ti mund të kesh edhe makineri sa të duash, por makineri ka dikush tjetër, ata që qeverisin. Dhe ata mund të thonë ç'të duan. Ti nuk do ta kuptosh kurrë. Pra, kush ka shkuar te i orbite? Kush ka parë te i kësaj bote? Askush. Kështu që ne nuk mund të perceptojmë, nuk mund të dimë se çfarë ka atje jashtë. Ky është një nga ato faktet e pakundërshtueshme që ne nuk mund të njohim nëse ka një jetë tjetër ose një formë tjetër jete atje jashtë që ne nuk mund të themi që nuk ekziston. Është ignorancë që shumë njerëz ende sot thonë çan këto pallavra. Nuk mundet, sepse ne jemi të vegjël, sikur ti thuash një pule apo një qeni, unë jam unë dhe mund të bëj çdo gjë me. Nuk do të kuptoj kurrë ai qen apo ajo pul. S'mund të kuptoj. Pra, Donald Trump, që në vitet e para të presidencës, ai tha unë do të luftoj Deep State. Dhe në qoftë se ai e ka në mendje, jo vetëm të luftoj Deep State, po të zbuloj të vërtetën, kjo është një nga gjërat më të rëndësishme. Ky është vetë sensi i jetës. Do t'ju them se përse. Në qoftë se dikush nga ju mendon që mos s'ka asgjë dhe ja dhe po pam atje, mund të thonë ç'të duan, do thotë në njëri nga ju. Dakord, por deri tani janë mbajtur të fshehta dhe pyetja është pse duhet të mbahen të fshehta, për çfarë arsye? Për çfarë arsye Men in Black, që nuk flasin vetëm amerikanët, flitet në të gjithë botën për Men in Black, bile ka fakte që kanë ndodhur edhe në vendet tona, që disa njerëz kanë shkuar kur ka ndodhur diçka dhe njerëzit nuk mbajnë mend. Nuk mbajnë mend sepse ata mendohet që u heqin memorien. Tani se çfarë janë këta Men in Black, këta njerëz kështu ose të quajtur me zeza apo ndoshta qeveritar, ne nuk e dim, se mund të shfaqen si të duash.
Megjithatë, ajo që më bën më shumë përshtypje në këtë mesazh të fortë të Donald Trumpit është që nga deklarata që la Obama, që të gjithë u hodhën duke thënë që është apo s'është, disa prej njerëzve mendojnë që është gjithë një lojë, që disa mendojnë që loja e hapi ky ish presidenti Barack Obama, që edhe Donald Trumpi të thotë këtë, që të hapen fajlet dhe që të thonë njëre për gjithmonë që nuk ka asgjë. Normal që do thonë nuk ka asgjë, do t'ju them pse përse. Ja u them unë paraprakisht. Do thonë që ka, por ne nuk kemi kapur asgjë. Pse? Është njësoj, thash, si ajo pularia. Në një pulari, një pul nuk mund të të kapi dot ty, ose 10 pula nuk mund të të kapin dot. Sepse ti je shefi i pularis dhe bën ç'të duash me të. E njëjta gjë dhe njeriu. Njeriu nuk mund të kap dot një qenie më të zhvilluar. Absolutisht jo. Që ekzistojnë, as nuk bëhet fjalë fare, sepse i kemi në të gjitha, mjaftojnë shqisat tona që të kuptojnë që ka diçka atje jashtë, sepse ne kuptojnë shumë pak, 5%. Dhe 95% nuk e dim. Dhe tjetra, keni që prej kohërave antike, që thonë që ekzistojnë demonët, i kanë parë pleqt, i kanë parë apo qenjet padukshme, apo fantazma, apo çfarë, që për mendimin tim janë gjithmonë ato. Pra këto që flitet, që dikush i cilëson si alien. Pse? Sepse duhej që në një moment caktuar njeriu duhej të ndryshonte mendimin që ta çorientojnë, të çorientojnë mendimin e njeriut. Por ju i keni që prej kohërave të lashta, që kur flitet për zotat, jo për një zot, por për zotat. Kush ishin ata që fluturojnë në ajër me karro, edhe i mësuan njerëzimit shkrimin dhe këndimin. Pra, më falni që jam kaq i gjatë në këtë, por duhet kuptuar që ka diçka atje jashtë që ne nuk do ta kuptojmë kurrë. Dhe kjo asgjë nuk e luan topi. Dhe kur të vi momenti që do flasin, padyshim do t'i nxjerrin tani, sepse ky është lajmi epokal që Donald Trump e kërkonte prej kohësh, sepse në qoftë se ai ka insistuar që kur ishte në mandatin e parë dhe vazhdon akoma sot, do të thotë që ai është vërtet ajo që ka thënë herën e parë, që unë dua të luftoj deep state-in, dhe për shumë njerëz, për ata që kanë informacione të sakta për këto, ato lobet e fuqishme i përulen demonëve, i përulen qenjeve, pra disa qenjeve që për ne janë bëjnë flijime, bëjnë pislëqe, sa të doni, sepse nuk i bën njeriu i thjesht, i bëjnë pikërisht ato lobet e fuqishme. Dhe ai, Donald Trump, mendimi i tij është që në qoftë se flitet kjo, do bie forca e këtyre, e këtij lobi. Do bie forca, sepse do ta marrë vesh gjithë, dhe kur zbulohet një sekret, padyshim bie forca. Është e padiskutueshme kjo. Kështu që çfarë është ky lajm, për mendimin tim, është epokal. Këtë doja të thoshja, tani unë do të dëshiroja një mendimin tuaj, çfarë mendimi keni ju, dhe në qoftë se për ju është e njëjta gjë. Të mbani mend që pas një legjende ka gjithmonë një të vërtetë, dhe nuk ka mbetur asgjë nga ne, ose ne kemi një zhvillim të madh sot, dhe ne na duket sikur dim çdo gjë, por ka që nga kohërat e lashta që flitet për këto qenie. Kështu që nuk na mbetet gjë tjetër veç se të presim. Pres komentet tuaja çfarë mendimi keni, dhe kalofshi një ditë bukur dhe një të diel të këndshme. Ditë mbarë.